8 të shenjat që mund të jenë simptoma të diabetit. Diabeti mund të mbetet i pazbuluar për shumë vite, sepse nivelet e larta të sheqerit në gjak nuk janë aq të lehta për të zbuluar nëse nuk u kushtoni vëmendje sinjaleve të caktuara që trupi ynë na tregon se diçka nuk është në rregull. Ndërsa shenja treguese të tilla si nevoja e shtuar për të urinuar ose etja ekstreme kryesojnë në listën e simptomave të diabetit, ka edhe nga ato më pak të njohura që shfaqen në gojë, sipas Better Health Channel. Sheqeri i lartë në gjak mund të çojë në absces të mishrave të dhëmbëve, karies, infeksioneve mikotike, gjithashtu gjendje inflamatore të lëkurës, ulçra në gojë, çrregullime të shijes, gojë të thatë të djegura që shkaktojnë nivele të ulta të përshtymes. Dentistët janë shpesh të ballafaquar dhe të zbulojnë kushte serioze shëndetësore si diabeti. Nëse përjetoni këto shenja në gojën tuaj, paraqituni tek mjeku për një trajtim të specializuar.